shprehim keqardhjen tonë për padrejtësitë e mëdha që janë duke u bërë çlirimtarëve tanë edhe në këtë rast. Shprehim keqardhjen tonë për padrejtësitë e mëdha që janë duke u bërë çlirimtarëve tanë, që fatkeqësisht sot edhe djali i tij, prapë ish presidenti ynë, nuk pati mundësinë që të jetë në përsjelljen e fundit për botën tjetër të babait të tij. Megjithatë, që të gjithë po e shohim se që të gjithë ne nga të gjitha trojet tona etnike shqiptare jemi të humbur sot për të përsjellur gjyshin ton Haxhiun për në botën tjetër. Jemi krenar që i takojmë kësaj toke. Jemi krenar që i takojmë këtij kombi. Jemi krenar për përpjekjet tona të vazhdueshme që kemi bërë për shtirimin dhe pavarësinë e vendit tonë.